Të nderuar të pranishëm, të dashura familje të dëshmorëve dhe martirëve të kombit ton, e nderuara familje Kluna, fillimisht në shenjë respektit përjetshëm për luftëtarin emblematik të Ushtrisë Qeverimtare të Kosovës, heroin e kombit Naim Kluna, dhe për të gjithë dëshmorët dhe martirët e kombit ton, ju ftoj t'i nderojmë me 1 minutë heshtje. Javdi. Të nderuar familjarë të dëshmorit kombit Naim Kluna, i nderuar kryetari i komunës së Drenasit, zoti Ramiz Ladrovci, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore të Republikës së Kosovës, të nderuar bashkëluftëtarë, veteranë invalid të 3 luftrave tona qeverimtare, të nderuara familje e martirizuar Moçolli, i nderuar i Fadil, i nderuar i Enver, të nderuar të pranishëm. Sot, në këtë tokë të përgjakur e të bekuar në poklekun e vjetër të Drenicës heroike, ku çdo gur dhe çdo hije rrëfen një histori lirie, jemi mbledhur për të përkullur përballë një figure emblematike të Ushtrisë së Qeverimtare të Kosovës dhe për të ngritur zemrat përpara figurës së pavdekshme të dëshmorit të kombit Naim Kluna. Fillimisht i ftoj ta bëjnë zbulimin e shtatorës së heroit të kombit Naim Kluna, zotin Ramiz Ladrovci, kryetari i komunës së Drenasit, fëmijët e heroit të kombit Naim Kluna, Besartin dhe Qëndresën, Enver Hajdarin, Fadil Moçollin dhe Nejt Hasanin, i ftoj ta bëjnë zbulimin e shtatorës, ju qëndroni në këmbë e pastaj vazhdojmë programin në radhë. Ju falenderoj. Po, bojmë hamonë. Ju ftoj për 1 minutë nderim. Javdi. Javdi. Të nderuar të pranishëm, kanë kaluar 27 vite që nga dita kur Naimi u flijua për lirinë e Kosovës, por emri dhe vepra e tij nuk janë shuar. Përkundrazi, janë bërë këngë, rrëfim, flamur dhe frymëzim. Në këtë vend, ku ai e deshti lirinë më shumë se jetën në robëri, sot u lartësua shtatoria e tij. Shtatoria e njitrimi, i cili për të mbet i pavdekshëm në altarin e lirisë, e zgjodhi armën dhe flijimin. Naim Kluna nuk ishte thjesht një ushtar i Ushtrisë së Qeverimtare të Kosovës. Ai ishte zëri i Kosovës dardane në ditët më të errëta të saj. Ishte frymë e paepur rezistence, ndërgjegje kombëtare, dhe një baba që la gjithçka për t'u trashëguar lirinë fëmijëve të tij dhe të gjithë fëmijëve të kombit tonë të shumëvojtur dhe liridashës. Përmes bronzit dhe gurit, sot ne ngjallim kujtimin për të dhe e bëjmë të pavdekshëm për gjeneratat e reja dhe brezat që do të vijnë. Kjo shtatore nuk është thjesht art, është një betim kombëtar,
se kur më askush nuk do të na robroj. E ftojmë për një fjalë rasti kryetarin e komunës së Drenësit, zotin Ramizu Adrovci. Nderuara familje Kluna, familjarë të dëshmorëve, invalid të ushtrismën e veteran të ushtrismën tonë të Kosovës, familja Muçolli dhe familje tjera martire, nderuar përfaqësues të institucioneve lokale qendrore, i dashur naet, të nderuar qytetar, zonja dhe zotëri. Sot kur po përjetohet në brënds dëshmori Naim Kluna, po përjetohet një histori e qendresës e krenarisë, po jepet mesazh për gjeneratat se liria është më e mushme se jeta. Megjithse disa vite me mushuar se unë, Naimin rrethona kur Kosova po e vunte gjenocidin e okupatorit serb, ajo bë flamur lirie. Ajo përjetoi rënd edhe okupimin dhe dhunën serbe ndaj qytetarëve drenosit dhe Kosovës, andaj u bashkua luftës së armatosur si rrugë vetme për liri. Ajo bë bashkë me mira shërimtar, u rreshtua në epopenë tonë të lavdishme, epopenë e ushtrislimtarë të Kosovës, filluar nga Prekazi, me jasharat legjendar dhe të vazhduar me liderët tonë, zotin Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, cilët padrejtësisht po vuajnë hagë dhe i presin fitimtar në fund të vitit. Sot kur po zbulohet shtatorja Naimit, duhet t'i rikujtojmë vlerën e lirisë fituar me sakrificë, ta rikujtojmë të djeshmen të mos na përsëritet. Kujtojmë me nderim edhe dëshmorët Sadri Muçolli, Bashkim me Besim dhe Ramadan Muleta. I dashur Besart, Naser e Qendres, e nderuar bashkëshortë e Naimit, trashëgimia detale e prindit tuaj është trashëgimi për breza. Heroizmi i tij është faqe ndritur e detarizmit, andaj sot e gjithmonë do të përkulemi me nderim para kësaj shtatore dhe para sakrificës së dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Amaneti i dëshmorëve jetësohet duke buzëzuar shtetin, duke zbatuar barazin dhe duke shtuar mirëqenien e çdo qytetari. Lavdi ushtrislimtarë të Kosovës, lavdi jetës dhe veprës së dëshmorëve dhe martirëve të kombit, lavdi jetës dhe veprës së dëshmorit Naim Kluna. Faleminderit. Faleminderit edhe ty kryetari nderuar, dhe tani fjalën ja japim përfaqësuesit të shoqatave të dalën nga lufta e ushtrisë së qytetarëve të Kosovës, cilin e ka parapa organizatori Letlejn Rot. Faleminderit. Urdhëroni. Të nderuar familjarë dëshmorit Kluna, të nderuar pranishëm, përfaqësues të institucioneve, kryetari Adrovci, zotin Naim Hasani, familja Muçolli, të gjithë ju të pranishëm, bashkëqytetar, veteran të ushtrislimtarë të Kosovës. Të nderuar bashkëshortar dhe përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta e QK-s dhe ju të pranishëm, sot jemi mbledhur këtu në Poklek për të përruar me krenariket lapidare, të ngritur me vetë financim me zemra nga bashkëtarët në kujtim të pavdekshëm të dëshmorit tonë Naim Kluna, që para 27 vite ra në kësht për mos vdekur kurrë. Ky monument nuk është vetëm një shembul, por është një testament i gjallë i sakrificës dhe heroizmit. Ai na kujton se liria që gëzojmë sot nuk erdhi lehtë, por me gjakun e biva më të mirë të këtij vendi. Dëshmoi Naim Kluna së bashku me shumë të tjerë, po pjesë e historisë sonë më të ndritë të luftës për liri dhe qerim kombëtar. Emri i tij sot është skalitur jo vetëm në kat lëvizor, por edhe në kujtesën dhe zemrat tona para 27 viteve në altarin e lirisë. Kuron për më të vdekur kurrë, edhe bashkëqytetarët e Naimit si Bashkimi, Bashkim Muleta, Besim Muleta, Qazim Domordënani, Afrim Kiqina, Verbir Hoxha, nëse meriton Elshani, që vetëm në këtë ditë këta kanë rënë dëshmorëve kanë bashkuar altarit të lirisë. Ky përurim është edhe një mesazh për brezat e arshëm
të mos harrojmë kur sakrificën, të mos lejojmë kur që gjaku i dëshmorëve të shkojë kot, dhe të punojmë çdo ditë për një udhëtim drejt më zhvilluar më të bashkuar. Sot në vend që të gjykohen kriminalet për masakrat e Boklekit, Odris, Çikatovës dhe shumë tjera, po gjykohen shkrimtarët tonë që besojnë fuqishëm Saqen Paçi, Katrin Veseli, Recep Selimi, Jakub Rasiqet, gjithë ata që mbahen padrejtisht do të jenë sa më shpejt mesin tonë. Në emër të shoqatave të dolura nga lufta të shqiptarëve të Kosovës, Dega në Drenas, reprezentantë veteranëve, familjet dëshmorë invalidëve, si dhe në emër të Degës së Lisë Qendrore në Bishim, shprehim falënderim sinqert për gjithë bashkëtarët e gjithë ata që me përkushtim dhe të financojnë mbetën këtë lapidar. Me këta ju treguat se kujtesa dhe respekti për dëshmorët janë më të fortë se çdo gjë. Lavdi jetës dhe veprës së gjithë dëshmorëve, lavdi jetës dhe veprës të dëshmorit Naim Kluna. Faleminderit, tani radhën ja lëm një bashkëluftetarit ton, ligjëruesi i Universitetit Hasan Prishtina të Prishtinës në Fakultetin e Edukimit, përkatësisht profesori i qendresës Veli Kryziu, profesor doktor Veli Kryziu. Ftoj. Të nderuara familje Kluna, të nderuara familje të dëshmorëve, invalidë dhe veteranë të luftës së ushtrisë qeveritare të Kosovës, familjarë të vuajtjeve të përbashkëta për lirinë e Kosovës, i nderuari kryetari i komunës Zotri Ladrovci dhe bartës të institucioneve përfaqësues të partive politike. Me rejoni që sot t'ju drejtohem në këtë ditë përkujtimi dhe krenarie të rënjes heroike të dëshmorit Naim Kluna. Naimi në rrugtimin e tij drejt dijes dhe shkollimit gjatë viteve të 80-ta u pengua nga pushtuesi serb. Por rrugën e lirisë nuk mund t'ja ndalin, prandaj ju bashkuar radhave të UÇK-s në mbrojtje të Adheut, duke ju bindur urdhrit të komandantit legjendar Adem Jashari. Ai mori pjesë në shumë betejë, por mision kishte vëzhgimin dhe lëvizjen e forcave serbe, misionin që e kreu me sukses. Kujtesej që të siguronte ushqim popullatës që ishin të zhvendosur në malet të Drenicës. Në ditën e krenarisë, pikërisht sot me 25 shtator të vitit 1998, gjatë ofenzivës serbe kundër pozicioneve të ushtrisë qeveritare të Kosovës dhe popullit shqiptar në fshatin Poplek e Vasilev, fal trimërisë dhe shkaftësive luftarake që kishte, arriti të tërheqë civilet drejt zonave më të sigurta për t'i shpëtuar nga zjarri i artillerisë serbe. Ai kthehet menjëherë te bashkëluftëtarët në front, në lëvizje e sipër, vërim për palimin e kryqëzorisë serbe drejt kodrës së madhe. Menjëherë hap zjarr ndaj tyre në luftime ballë për ballë me disa luftëtarë dhe bashkëluftëtarë të tij, të cilët disa ranë heroikisht, por edhe Naimi bie heroikisht në altarin e lirisë, dhe i bashkangjitet listës së dëshmorëve Fehmi e Xhel Ladrovcit. Naimi dha pas vete një familje të shkëlqyer, bashkëshortën e tij zonjën Hanifen, një nën fisnike e cila arriti të rrisë dhe edukoj fëmijët Besartin, Nasirin dhe Qendresën. Amanetin e tij në rrugën e dijes, në së miri e trasoi Qendresa, e cila tani më ka marrë edhe epitetin e mësuesës. Ndërsa emrin e tij me krenari e bart nipi 5 vjeçar Naim Kluna. Lavdi. Faleminderit profesor. Reflektim mbi figurën e dëshmorit dhe amanetin që duhet të ruajtur brez pas brezi. Radhën e ka komandanti i kompanisë zoti Gani Hoxha. Në gjithë të praneshmës. Sot jemi të buktu për një lirë fesnike të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Për cilën shumë kam bërë jetë për të. Unë e familjen Kluna e njoh herët edhe jena ofër në Katun.
këna pas një orë të modhe, soha një orë që në atë, veç për qëllimin e klunëve me që dojë. Po ja nisi pej Bajram Klunës, dhe viset 1924. Lëvizjen kaqoke ka qenë aktiv me Azerbejxhan. E kanë vro, e kanë likvidu forcat serbe, kur vore që ka bi. Përveç leshte që e kanë njërë. Këtë aktivitetet revolucionore të këti e ka vërdu dhe klon tjerë. Në fani se së mëjë pak me ka ndodhën se vërshë nga kësha qitë. I por që e ka vazhdu këtë traditën revolucionore të klonëve, është Togeri, i cili është likvidu në Macedoni, edhe sot nuk i dihet vore kur. A në rastisht ishan biles shumë të visteve për shoqë, armik, fillon të seki klun, ato këshie të isha, kush nuk falë që këtë që është armik. Ata që e thëmë në shokët komanuas që janë rranë. E thëmë dhëtë të shumë se për në një në bojnë kore, për që të akojnë më në dhashe. Edhe revolucionaliteti i kësaj familjes nuk unalë asë në luftën shqenëtore të Kosovës. Kur? Naimi, unë e kom pasur shtorë Naimi. Ditën, kur dashtë të me organizu që një qëndres ka orë të unë në Vasiljev, a komandant, i kom 30 antarë familjes mi quajnë statin. Tha më së banë se sëtë prisit dhe nga sulmuan. Jo i gjodhë dhe të balarëse. Edhe vërtet 30 antarë familjes i ka qumë në statin e u këthy u paraqitë si ushtarë. Ka lesu 7 sektorë për dërpër dhe sa u i godit për plumë të canikës edhe sot na kemë obligim të kësaj familje, se shumë familje ka në gjenit që meritojnë. Po këta pak e kanë lunë në njëje. Një baran klunën kër e kemi morë polis, se këmë qeni ku po dhesë komunë. Zbonë në amnikën që duaj nëse është amnikë për shko, për vlasën. Me zare kemi morë bajronë në zbonë, sot e këmë. Edhe asë një qytetorë nuk shprehet këtë për këtë, se ka posë traditën familjore ka të shëru, me borni, me fëmi, me sjellë, me gjithë. Për në imin sëtë, që me lutëm, jo vëtëm dëshmor, po heroj i klasit porë, gjitha shkollë të shëntërojnë, është meritëm. Pra si se ka shkollë në slatin, po këthy, e ka vazhdu luftën të një. Ndu me thonë se pak, se dhe e kom qenë në dhe një kohë, i abdyshe rose, i kom presta, kër i kena propozu për në monë punë. Pa jem në anë mërësi, po këta armik, nëse onë për shkopë, për vlasës. Edhe i kena mund, së të amdarveshë një këtore jësore dhe që kështë e pas që lupo. A që... Për dhe e shumë.
Bostin e këti e këmë post. Një radhën të Non si da più Faleminderit shumë Vasilani për këto rrëfimet tuaja autentike, shumë përmbajtësore, të asaj periudhe më të vështirë, por më të lavdishme të kombit tonë, prandaj me plot merit edhe kryetari Llëndrovci ta dhuroj një dhuratë me emblemen më të bukur në botë me 3 shkronjat e arta të ushtrisë shërbëtare të Kosovës. Faleminderit. Kujtime nga lufta, jeta dhe sakrifica e dëshmorët në Imkluna, një emër i lidhur ngushtë me historinë e lavdishme të luftës për liri. Tani e ftoj me radhë drejtorin e shkollës fillore Recep Xheli, zotëriun Bujar Tahiri, na i thot 2 fjalë. Shumë e respektuara familja Kluna, nderuar e kryetar Llëndrovci, të nderuar të pranishëm. Sot në Poklekun është më krenar se kur. Në këtë vend të shenjtë ne nderojmë jetën dhe veprën e herojit Naim Kluna. Ky është një çast i madh i kujtesës dhe mirënjohjes, sepse para nesh qëndron figura e një burri që idealin e lirisë e ktheu në sakrificë të përjetshëm. Është një kujtesë e përjetshme për të gjithë ne, një thirrje që të mos harrojmë sakrificën e të parëve, por edhe një frymëzim që të vazhdojmë rrugën e tyre dhe fakti se pasardhësit e dëshmorëve vazhdojnë të kontribuojnë në edukimin e shoqërisë sonë është dëshmi se gjaku i derdhur për liri nuk ka shkuar kot. Sakrifica e tij është një amanet për brezat që vinë dhe këtë amanet sot e shohim të gjallë të vajzja e tij që ndresa. Çdo ditë kur e shohim duke punuar në nxencë, duke gjurmët të babait të saj ecin përmet saj, vendosmëria, dinjiteti dhe dashuria për atë dheun. Përmes punës së saj, edukimin e brezave të rinj, që ndresa mbjell tek ata dashurinë për atë dheun dhe guximin për ta ndjekur rrugën e drejtë. Lavdi veprës së Naim Klunës. Faleminderit zotëri Bujar. Një vajzë tipike e drenicake, tipike qëndrestare, që edhe me punë, edhe me studime, edhe me jetën e saj të bukur e arsyeton emrin Qëndresa. Qëndresa Kluna është pjesë e kolektivit që e tha edhe drejtori Bujar Tahiri, një mësuese mrekullueshme e përkushtuar, shumë e devotshme, një ish studente jona shëmbullore, me të cilën jemi mburë dhe mburri me allëmatutje. Ajo ishte bi e një heroi dhe është bartëse e vlerave që ne imi mbrojti në jetë. E ftojmë për një fjallë rasti Qëndresa Kluna. I nderuar kryetar Ramiz Llëndrovci, të nderuar bashkëqytetar të shokët të babit, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur familjar të dëshmorëve, martyrëve dhe invalidëve të luftës, bashkëvendas dhe të pranishëm, mirë se vini në Poklekun e vjetër të Drenicës, në vendin ku lindi dhe u rrit babai im, dëshmor i kombit Naim Kluna, një bir i kësaj toke që lirin e deqim me shumë se jetën. Jemi mbledhur sot për të përkujtuar jetën, veprën dhe sakrificën e tij në një ditë të shenjtë 25 shtatori, që shënon 27 vjet nga rënia e tij heroike
në altarin e lirisë. Dhe sot, me ndërimin më të madh në këtë tokë që ai e deshi me shumë se vetvetan, zbulojmë shtatorën e tij si një simbol për jetësimin, kujtimin dhe mirënjohje për kontributin dhe sakrificën e tij për lirinë e Kosovës. Shtatorja e babit Naim Kluna ngrihet këtu në komplekun e tij të dashur, ku aty nisi jeta e tij dhe u ndal zemra e tij për lirinë tonë. Naim Kluna, një emër i skalitur në historinë e lirisë sonë. Babai nuk ishte vetëm një ushtar, ai ishte një djalë i kësaj toke, i rritur me frymën e burërisë, i ushqyer me historinë e rezistencës që Drenica e ka vendur në palës. Ai u bashkua ushtrisë qytetare të Kosovës me besimin e palikundur në një ideal të shenjët brenda tokut 3, kompania ne, brigada 114, qëndroi gjithmonë në ballë, jo vetëm në luftë, por edhe në shërbim të popullit. Në atë shtator të zi, kur forcat serbe sulmuan e gërsisht fshatrat Poklek dhe Vasilev, babai im ishte aty, jo për të tërhequr, por për të mbrojtur. Organizoi evakuimin e civilëve drejt Slatinës dhe pasi i siguroi, u kthye përsëri në vijën e frontit, aty ku trima si ai nuk lën asnjë shok pas. Në kodrën e madhe, ai u përball me forcat serbe, ra me armën e dorë, ra dëshmor me 25 shtator në vitin 1998. Por në të vërtetë u ngrit në pavdekësi në zemrat tona dhe në këtë shtator që sot zbulojmë nder. Kujtimi im i fundit me babain e mbaj mend sikur sot. Prekja atje e babait ku me lëvatoi flokët me butësinë e tij, uniformën që e mbante me shumë krenari, zeri i tij që më tha qëndresa, qëndroje fort do të më bësh krenare. Sot babi po qëndroj pranë shtatorës tënde, po qëndroj për ty, po qëndroj për lirinë që na e dhe me gjakun tënd. Pra, unë qëndroj në dy histori të shenjta që me kanë ndërtuar me dhimbje dhe me krenari. Historinë e babit tim dëshmorit Naim Kluna dhe historinë e gjyshit tim Qazim Kluna, martir i luftës që forcat serbe ma pushtatuan për asyve të me. Unë jam dëshmitare e këtij krimi barbar dhe plagët që nuk shihen janë kujtime që kur nuk shuhen. Në këtë ditë nderimi mungojnë dy figura të mëdha, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Ata sot po përballen me një gjykim të padrejtë, por për ne ata janë pjesë e historisë sonë, të lavdishme dhe historia nuk burgoset, ajo nderohet. Një fjalë zemre për nënën time, Hanife Kluna. Nën ti ishe dhe je heroina jonë e heshtur, ti e mbajti familjen, e rrite kujtimin e babit dhe na edukove me amanetin e tij. Ti ishe nën dhe baba për ne, na rrite me dinjitet, përkushtim dhe dashuri. Besarti mori forcën tënde, Nasebi mori urtësinë tënde, dhe unë qëndresa mora emrin dhe shpirtin tënd, sepse ti ke qenë qëndres për të gjithë ne. Kjo shtatore që sot zbulojmë është sakrificë e jotja, është dhimbje dhe merita jote. Falënderit kam, lavdi lavdi jetës dhe veprës së babit tim dëshmorit Naim Kluna. Lavdi të gjithë dëshmorëve që ndryshuan rrugën drejt lirisë sonë, me ndërime dhe për ulësi qëndresa Kluna. Faleminderit të nderuara qëndresa për këtë fjalim kaq emocional, kaq përmbajtësor, me mesazhe të qarta për gjeneratat e reja dhe brezat që do të vijnë. Ishe dhe të të mbetesh e përjetshme edhe ti, edhe familja juaj, edhe vëllezërit tuaj, edhe nëna juaj, heroinë e zallë, dhe ju jeni vetë historia. Pra, babai yt u bë simbol i Kosovës së Lirë dhe Rane, dhe prandaj fjala jote edhe sot ishte zëri i atij burri që nuk flet më, por është i përjetshëm në altarin e lirisë në këtë shtatore të bukur që është Betliria. Faleminderit shumë qëndresë dashur. Ke edhe në fjalë?
Përshëndetje për të gjithë pranishmit patallit. Në emrin tim personal, në emrin e familjes së ngushtë të dëshmorit Naim Qatin Kluna, në emrin e familjes së Gjergj Kluna, ju falenderoj me mijëra herë nga zemra që keni ndarë kohën e juaj për ta nderuar veprën e dëshmorit Naim Qatin Kluna, i cili ra në liri, në vinë e frontit, i cili ra për liri dhe altarin e lirisë i pavdershëm, sot po kthehet në vendin e vetë të lindjes po klet i bronzuar për të mos vdekur kurrë, do të qëndroj paraloj e fshatit e tij sikur se ka qëndruar në luftë. Falënderimin me mijëra herë shkojnë për të gjitha njerëzit bunë të mirë që kanë ndihmuar me mjete materiale për të ndërtuar shtatorën. Falënderimin mijëra herë shkojnë për të gjithë njerëzit bunë të mirë që kanë ndihmuar në të gjitha format e mundshme për realizimin e këtij projekti. Falënderimin e mijëra herë shkojnë për kryetarin Lladrovci dhe kuvendin e Drenasit për kontributin e dhënë. Liria nuk është diçka që hipet ose odorohet, ajo është shpituar me gjatë, ta ruajna me punë, qoftë nevoja ta mbrojmë edhe me gjatë. Lavdit të gjithë dëshmorëve të të gjitha kohërave që u flijuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Lavdit të gjithë partnerëve të të gjitha kohërave që u flijuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Zoti bekof Kosovën, Zoti bekof Shqipërinë, Zoti bekof popullin shqiptar kudo që është, ku vepron dhe jeton. Para se ta përmbylli këtë fjalë përshëndetse, në emrin e familjes së ngushtë, jeni të ftuar për një koktejl rasti, prej këtu dikon 60 metra, nënën e majt konshllokali që është ekans për këtë eminent. Ju lutem ata që dëshirojnë të ndalen, jënë të mirëseardhën dhe të mirëpritën nga familja e gjerë dhe e ngushtë. Ju falenderoj me mijëra herë për prezencën juaj. Faleminderit edhe ty, nderuar Ibrahim, dhe tani kaloj artistike. Nxënësit e shkollës fillore Fazli Grajçevci, po Kleki Vjetër, kanë përgatitur pjesë nga ky program. Poezi për Naim Klunën reciton Olta Mosholli. E ftoj Olta. Drenicës, ku rritet trimëria, lindi një emër që s'harrohet kur. Naim Kluna, djali i lirisë, shkëlqeu si diell, e u flijua syll. Kur zërja dheu të thiri me dhimbje, aja su trem, e asu ndal. Me push në dorë zemër të ndezur, a ju bëmbëroj për vendin e ti. Plumbat armikut nuk i thyen shpirtin, a ju bë këngë, u bë kujtim i nderuar, u bë rrëfimi pavdekshmërisë së shenjtë, që sot nafton të qëndrojmë të bashkuar. Ruajnë e lirin, mos e leni kur të shurat, busti i tij sot ngrihet lart, me sy që e shohin të ardhmen tonë, ne i japim betim, Naim Kluna, ti e darë. Në gjakun ton shqiptar, ai nuk e deshi jetën për vete, i atholi a dheut lirin. Me pushk e me zemër prej Shqiponja, u bë flijim për tokën e ti. Kush bie për lirin, nuk vdes kur, ai jeton në frymën tonë, në këngën e nënave, në lotin e fëmijëve, në flamurin që valon krenar. Naim Kluna, dëshmor i lavdis, dëshmi e gjallë e trimëris, ti u bëre udhërrëfyes për brez
qa shikimia jute. Lavdi për jetë dëshmorëve të kombit. Lavdi për jetë në Emplunës. Shtatorja jote së na kujton se liria nuk është dhurat, për sakrificë, gjak e dashuri për atë. Lavdi. Galit I djall, na I menia kalon, na na gjyll shumë vësue, I përshipe sot ju shtue, po qaltimi shumë revole, na galit një djall kotëroje. Na I plona qot një titër, ka në gjithë për jetë lapidar sot e njët, shronjatar të ati historis. Lapidar sot e njët, shronjatar të ati historis. Të vjetëni, demonstrata koj u pri, shka u ishtines jabu synin, edhe vendin syn me rëkimin, urbëtinja I numër trimat, shpejta I bizde shkëndia. Na I plunar sot një dita, ka në shkronjator të ati historis. Lapidar sot e njët, shkronjator të ati historis. Vitin në vjetët e, duhet me gjigja vitëve, jena imi si rrupeja, nuk e shka me jatë e tera, vetë misinin quton, e fillojmë lutën me shkon. Na I plunën qot një dita, ka në historis. Lapidar sot e njët, shkronjatar të ati historis. Shtator dhe njëjti dit, rat po kërkje kanë syshtit, qa këto kanë që gjemon, na I tona po lufton.
jam beton shka ujësi, sot do të so për tjeri. Na I kluna qot një dita, ka një gjithë për jetë njëta, lëpidoj sot e njët, shkronja ta është atë historisht, lëpidoj sot e njët, shkronja ta është atë historisht. Faleminderit shumë.